Elle s'appelait Malaise. Elle avait 24 ans. Shpallja e të nominuarve për trofeun më të madh në kinematografi është për herë shkundje për botën e filmit, e në mesin e filmave që futen në garë për Oscar është edhe ai në të cilin luan aktoria me prejardhje nga Kosova, Luana Bajrami. Two People Exchanging Saliva është në mesin e 5 filmave të shkurtër të nominuar për Academy Awards. Në bashkëprodhimin midis Francës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bajrami luan në rolin e Malais. Është një rol qendror në filmin Bardeze me skenar dhe regji të dyshes Alessandr Sin dhe Nathalie Musteata. Sipas sinopsisit, imagjinon një Paris distopik ku shuplakat në fytyrë kanë zëvendësuar paran dhe puthjet janë të ndaluara, madje të dënueshme me vdekje. Kur një grua e re, Malais, e portretizuar nga Bajrami, fillon punën në një butik magjepsës, ajo krijon shpejt një lidhje me një kliente të pasur, Anjin, duke ndezur zilin e mbikëqyrësës së saj. Producente ekzekutive të projektit janë Julianne Moore dhe Isabelle Huppert. Këtë nderim të jashtëzakonshëm ua dedikojmë njerëzve të guximshëm të Iranit. Zemrat tona janë me të gjithë ata, është shkruar në webfaqen e filmit fill pas lajmit për nominim për Oscar. Nëpërmjet filmave të saj si Luaneshat e Kodrës, Luana Bajrami e çoi Kosovën në festivalet më menam, sikurse Festivali i Filmit në Cannes më 2021. Në Festivalin e Filmit në Venecie, Bajrami shkoi si aktore në Happening të Audrey Diwan, që mori Luanin në Art më 2021, e aty u rikthye një vit më pas me filmin e saj Bota Jon, një rrëfim për realitetet e ashpra të jetës në Kosovën e pas luftës dhe dëshirën e zjarrtë të rinjeve për t'i kapërcyer ato vështirësi. Anësyshka.